Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thoni lam të mirë diabetit pa ndonjë ilaç. 3 sekretet që duhet të dini me patjetër. Sheqeri ngritur në organizëm është problem serioz mjekësor i cili nuk duhet të injorohet. Sasia e ngritur e sheqerit në gjak çon deri në diabet dhe komplikacionet të tij. Pas kësaj shkakton çrregullime në punën e mëlçisë dhe në sistemin urogenital. Shkakton çrregullime metabolike, sëmundje të lëkurës, zhvillim të kataraktit dhe patologji të zemrës. Për këtë shkak është shumë e rëndësishme të dalloni shenjat e hiperglicemisë dhe me kohë të shkoni tek mjeku. Pa trajtim, niveli i vazhdueshëm i lartë i glukozës në gjak mund të shkaktojë komplikacione serioze për shëndetin përfshirë sëmundje të zemrës, goditje në tru, neuropati, sëmundje të veshkave, çrregullime të shikimit, urinimi i shpesh sidomos gjatë periudhës së natës, tharje të gojës, humbje pa shpjegueshme në peshë, infeksione të përsëritura, lodhje dhe probleme në marrëdhënie. Kontrolli i niveleve të glukozës në gjak është kyç në parandalimin e disa prej komplikacioneve të sipërpërmendura. Por recetat në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojnë të menaxhoni nivelin e sheqerit në gjak derisa të merrni trajtime të specializuara nga mjeku. Sipas zbrajtësaj do të rëndisim disa nga mënyrat më të mira, të cilat ju ndihmojnë dukshëm në menaxhimin e niveleve të sheqerit. Çaj nga gjethet e dafinës. 8 gjethe dafine i shtoni në 300 ml ujë të vluar. I lini të qëndrojë për 4 orë, e kulloni dhe e pini gjysmë gote 3 herë në ditë gjatë 3 ditëve, pastaj bëni pauzë 2 javë. Pija me kanellë gjithashtu është në favorin tuaj. Një herë në ditë më së miri në mëngjes shtoni një lugë çaji kanellë në një filxhan kefir me pak yndyrë. E përzjeni dhe e pini në mëngjes. Kjo përzierje do të përmirësojë metabolizmin dhe do të ulë sheqerin. Nëse nuk jeni intolerant ndaj produkteve të qumshtit, kanellën e shtoni në çaj ose në ujë të vakët. Më së miri është të përdorni shkoplla kanelle, t'i ngrini në rende dhe t'i shtoni në pije. Qulli i hikrës me kefir gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në menaxhimin e shëndetit tuaj. Hikra përmban sasi të madhe të vitaminave të grupit B, thartirë folike, fosfor, hekur dhe elementë të tjerë gjurmë të cilët ngopin organizmin dhe nuk ndikojnë në ngritjen e glukozës në gjak. Për të bërë këtë recetë popullore nga hikra, merrni disa lugë gjelle miell hikre, e shtoni në kefir dhe lëreni gjatë natës. Në mëngjes hani qullin tuaj në vend të kafjallit. Pija me fasule të bardha. Në mbrëmje shtoni gjysmë gote ujë të ftohtë në të cilën do të shtoni 3 kokra fasule të bardha. Në mëngjes hani fasule dhe e pini ujin. Një orë pasi të hani gjithashtu mos hani kafjall. Duhet të dini se uthulla e mollës para se të pihet duhet patjetër të këshillohet nga mjeku dhe më pas të merret. Është e rëndësishme që këto këshilla t'i përdorni vetëm pasi jeni konsultuar më parë me mjekun tuaj. Diabeti tipi 2 mund të jetë i mirë ose shkatrues në varësi të mënyrës se si reagoni ndaj tij. Nëse thjesht zgjidhni të injoroni nivelet e larta të sheqerit në gjak, kërcënimi kryesor që vjen nga diabeti tipi 2, atëherë jeni në telashe të mëdha. Megjithatë, nëse ndërmerrni hapa për t'i kontrolluar ato, diabeti tipi 2 vështirëse ndikon në jetën tuaj. Me këtë në mendje, një pije që kalon të gjitha këto është uji. Sipas Diabet UK, uji është pija më e mirë e gjithanshme për njerëzit me diabet. Diabet.com UK pajtohet megjithatë uji nuk përmban karbohidrate ose kalori. Ajo është pija perfekte për njerëzit me diabet. Studimet kanë treguar gjithashtu se pirja e ujit mund të ndihmojë në kontrollin e niveleve të glukozës në gjak. Gjetjet nga një studim i dukshëm i botuar në revistën Diabetes Care sugjeruan se kur marrja e ujit rritet, kjo mund të parandalojë ose të vonojë fillimin e hiperglicemisë ose sheqerit në gjak dhe diabetit pasues. Pjesëmarrësit që konsumonin më shumë se 1 litër ujë në ditë kishin një rrezik 28% më të ulët të zhvillimit të hiperglicemisë krahasuar me ata që pinin më pak se 500 ml ujë në ditë. Studimet theksojnë gjithashtu hormonin vazopresin, e cila rritet kur ndodh dehidratimi, si një faktor rreziku i mundshëm për hipergliceminë dhe diabetin. Autorët arritën në përfundimin se rritja e marrjes së ujit mund të zvogëlojë gjasat e rritjes së niveleve të vazopresinës, e cila mund të ndikojë ndjeshëm në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë si duhet.
Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak, që do të sjellë edhe ndryshime të forta në shëndetin tuaj. Për të mbajtur nën kontroll këtë problematik, duhet gjithmonë të adresoni atë tek mjeku përkatës dhe mbi të gjitha, të merrni në konsiderat trajtimet sipas gjendjes suaj shëndetësore. Trajtimi i diabetit duhet të jetë i ndryshëm nga tjetri dhe kështu do ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Sipas të dhënave të Bright Side, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Bright Side, do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e niveleve dhe luhatjeve të sheqerit. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose ajo prej drithjet të plot të bluar në gur ka nivele të ulta glicemike. Ato janë të pasur me fibër që ndalësojnë tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe molla gjithashtu mund të jetë aleati juaj më i mirë në këto raste. Shumica e frutave ka nivele të ulta të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rrush dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele më të ulta dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkti i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave të Bright Side, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatjet e sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrën në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fiber dhe kanë nivele të ulta glicemie pranë 55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietatin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet tahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë shumë të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë shumë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci, rritur në ujëra të ftohta, është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët, por edhe për personat e rrezikuar prej tij. Niveli ngritur i glukozës në gjak ose hiperglicemia është një çrregullim i organizmit, i cili shfaqet më së shpeshti për shkak të diabetit, por edhe për shkak të stresit, gjenetikës, çrregullimeve të metabolizmit, paushqyeshmëria, mundimeve kronike dhe problemeve të marrjes së ilaçeve pa kriter. Nëse doni të kontrolloni më mirë nivelet e sheqerit në gjak, atëherë duhet të jeni më të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Rezultatet e ulëntimeve të fundit të publikuar në revistën Vitaminat tregojnë se femrat që hanë më shumë bulmet dhe yndyra të ulta vuajnë më pak nga diabeti tipi 2. Studiuesit mendojnë se një proteinë në bulmet mund të rrisë sekretimin e insulinës. Një shumëllojshmëri ushqyesi si vitamina D, kalciumi dhe magnezi mund të ulin rrezikun e diabetit. Përveç kësaj, femrat që hanë më shumë bulmet mund të hanë më pak ushqime të tjera si ëmbëlsirat që shtojnë në rrezikun e prekjes nga diabeti. Sipas një studimi të fundit të Institutit të Shkencave dhe Teknologjisë në Universitetin e Cambridge, përdorimi i drithrave të ndryshme është masa më efikase në parandalimin e diabetit, po ashtu edhe në menaxhimin e shqetësimeve tuaja. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.